Shembullin e këtij Viktor Frankl. Në kushte, domethënë, jashtëzakonisht rënda, pa imagjinueshme për ne. Ai vendos që me pas reagim krejtësisht tjetër nga masa e njerëzve që kanë qenë në ato llogorët e koncentracionit të nacizmit. Edhe në bazë të asaj, ai ka kriju çka? Çka ka ndodhur? E ka pa se është e mundur, domethënë, ai më marr lirinë fizike. Më marr, domethënë, themi, mungu ushqimin. Mi bë tortura fizike. Mi po asnjëherë s'mund më marr imagjinatën edhe lirinë e mbrëmshme, çka ka me mendu. A ka mujt më marr? Jo. Ai ka vendosur çka? Ai ka vendosur me qenë vetvete, më thonë, unë me gjithate, kjo që po ndodh, po nuk është e mirë, mirë po mu mbetet me pas reagim kësaj apo asaj. Dhe ai vendos me qenë me vetdije e imagjinon një pozicion krejtësisht tjetër, del prej vendit, del. Njësoj si kur trupi kur del prej vetvetes edhe hudhet diku tjetër. Ai çka ka bërë? Ai u vendos këtu edhe ka pa vetveten tulur atje. E ka pa vetveten tulur. Në realitet e ka pa që kjo është rënda ashtu me thonë, mirë po duhet me qenë të gjëra shumë të rëndësishme. S'keni më ndëgju kërkundin. Ekskluzivisht të dëgjoni këtu. E ka pa vorën e vetë. E ka paj, edhe është liru mo prej gjitha tyne frigave, prej gjitha tyne torturave, është liru. E ka pa vetë vetën fizikisht diku. E ka pa shpirtin e vetë, e ka për qëfar shpirti ka mu. Ama është vendos, është largu prej vetë vetës. E ka pa mendjen e vetë. Nuk mundemi me funksionu në jetën e përditshme me qenë suksesshëm, a mos me pa vetë. I keni dëgjuar të thotë kërkush se sheh vetë. Edhe është e vërtet se kërkush se sheh. Pse? Kërkush nuk merr aktivitet me shiqu vetën edhe fizikisht, domethënë u largu, me paramendu, ju me pa vetën të jemi të ulur në këndin tjetër të dhomës. Me pyet vetën shpirtnisht, me pa ku jam. Me mendje ku jam. Edhe kur e kuptojmë ku jemi, ne tamam e dimë në cilin nivel ne perceptojmë gjërat. Plus nëse kemi me çka mi krahasu, kemi modelet për cilat ne kemi folur. Atë shumë më lehtë ja japim notën vetvetes edhe dim cilat janë ato elemente që i kemi pengesë ose i kemi përparësi. Kjo është shumë e rëndësishme. Etash do të jemi te qyne profitupit tregtarit 1% tregtarin jo që regjistron, te 1% e profitupit për tjetri për shoping, është mjaftueshëm biznesi. Një punë të bërim. Sa më e madhe që është ideja, për ata që janë, themi, në nivel më të ulët të vetdijes. Ideja është balarë, frigohën. Nuk e shohin, po? Nuk e shohin. Ty ndoshta me entuziazëm, do në arrit sukses, po s'mundet vogëlsia e ime me pranu atë tsunamit. Kjo është njësoj si kur do të futesh në deti, e din se s'di me notu, e din. Edhe mundesh me shku deri në këtë thellësi. Qashtu me kula anë fëmijë. Edhe nëse vjen tsunami, i madh, themi, vjen një valë 5 metra. Çka ndodh? I friksohet. Suksesi është sigur vale e detit, sigur tsunami. Vjen të ti.
Ai që dime në tu çka va? I futet valës, nuk frigohet. A këta që në plazë, uj, shive ky, ose shive kjo. Ata tjerë shkojnë me surf, hyjnë në mes valës, e dalën dhe hyjnë, andej këndej. E sfidojnë edhe fuqinë e makniqme që e ka natyra, respektivisht, krijuesi. Edhe pranojnë atë sfidë. Amaj që dime në tu. E njëjta punë është me mendje. Unë kur kom hy, e kom pasë vaj koneti, maj voldi. Është ide shumë e madhe. Edhe për mu ka qenë sfidë. E kom thonë, okej, unë kam zgjidhje me lujt lojën e madhe, apo lojën e vogël. Me vazhdu me biznesin familjar, ose me lujt lojën e madhe. Për kohën e jetës, që askush se din, deri kur do t'jemi në këtë botë, unë kom vendos me lujt lojën e madhe, edhe kom ditë se është oqean. Edhe me dëshirë kom hy oqeanit. Nëse jeni me dëshirë me notu oqeanin, kush për jush ka dilema se gjatë notimit duke të paraqitet në peshkaqen, do një, themi, gafore, duke të paraqitet do një meduz, duke të paraqitet në valë të randa, kur do të lodhemi. Kush ka iluzion se kur t'i futesh oqeanit, nuk paraqiten ashtu? E tash kur u futu në oqeanit, ose kur jeni fut ju ose, cili do, kemi hy me qasë sa kemi përgatit. Dikush u fut me qizme. Së është liru as prej peshave. Së mundesh më në tu. Pa është liru peshat janë problemet që ne kemi nga e kaluar. 100 herë kom thonë, nëse pas unë nga ngarkesa dhe pengesa, isha vot 8, jo e qënë kretë. Ne jemi fut në sistem me pritjet tona. Se atë që kemi dëgju, bërni me menë, kur s'kisha mëri, s'kisha hyu në sistem, u kom kujtu se kur të mëri në karierën në 4, se ta njetën e kam karierën në 4. Me pason dikush jo, se është qështu regula, dhe e kom keq kuptu regullën, pse? E kom dëgju që ata që mu nuk ka kormenu. S'kom dasht, edhe me njëre jam entuziasmu. Por, a ka qenë e mirë, apo ka qenë keq? Ka qenë mirë se, mas i mrina dhe këtu, hajde tash, ta kërcejmë edhe tjetër. Ta zbërthejmë pak. 2 shok të mi, dhe shok, të njohur të mi, dhe se ti kom respektu shumë. Të dy t'janë të ndjerësët. Njëri gazetar, tjetëri biznismen. Biznismeni me trup i ult, gazetari i natë. Ata kanë qenë shok të ngusht me zvetë në rritë me një maha. Ky gazetari ka pas tru shumë, ka pas shprehje bukur, familje, babën avokat, vetë gazetar, intelektual, par excellence. Ky tjetëri me aftësi, si ka pas këto elemente, inteligencë, themi, sociale, marrën në thojza për të rrugës, ka qenë rrugash, po njeri i gjinshëm, prej familjes të ndershme njësoj, mirë po, djali më i vogël i familjes, edhe ka pas sukses në biznes. Ky i suksesshëm në biznes, ky intelektual. Kush ka po parë më shumë? Ky i vogël. A dini pse ka po? Ky i gjatim ka tregu. Edhe ata në prezencën e këtij të vogël. Dhe ata me zveti e godit që një tjetërin, në ngusht që një tjetërin, në prezencën e njëri u tretë. Unë kom qenë njëri u treti për shtatëshëm për ata, edhe kjo më thotë, a i dips, qështë është bo kjo milioner? A shumë se di. Tha, jeta ka, tha, 10 pengesa njësë si kur është 110 metra pengesa. Keni pa disiplinën atletik? Tha unë i gjatë, i këshyri, tha, 10 pengesa, kush njësët. Ky tha i vogël, tha e pa, kush pengesën e parë. Edhe u hini, pap, tha, ej qika dhe një e këcej, tha i kare e kretë, tha unë në nara se i pash 10 pengesa. Njëru i cili e tjerë punën, e pse kjo, e qysh kjo,
e nuk nisët, edhe nuk i ka përcen pengesat, a i nkecë. Edhe ju tha që edhe me vërtet ka ndodhë qështë. Edhe me vërtet është qështë. Kur të futesh në punë, del pengesa që, qka është? Ose me u këthy mas, ose me... Kur u bëki milioner? Të pengesa e parë kur ka kësi? Të cilat? Ta të gjekë. Kolonisë. Suksesi nuk përcaktohet në fillim, përcaktohet në fund. Apo Barcelona e shkatroi Interin, ama në fund. E shkatroi me lekcion në futboll. Mirë po në fund, e humbi lojën. Pse? Për shkak se ata kujtun, ata mushin më kthy krejt mbrojtje për 2 minuta. E po, mendja ty në jo në qojmë, edhe është dështë ta mirë për shkak se me kokë forësi, në fatë gjatë, në lojën e pafundme, do t'i sjellë sukses. Mirë po, për me fitu, duhet me fitu, në fund. Kur më regjistruar në shkollë të mesme, kom pas dhe shokë të klasës. Fillun, java e parë, u thashën çfarë klase pas na dhe para një, më të shkëlqyshmit e kretë shkollave, shkutri. E para një. Kur qoqen me folë, thash ku ku më ardhune, unë i shkëlqyshëm për shkollës fillore, thash ta... Ata fillun, ka 2-3-5 që në fillim, edhe në fund ka marru me... Ishpuna me dalë, në fund, fitus, me jaboj hizmetin të kejnë fund. Ama qenë ka rondë. Ta që se janë gatë që me t'i kalu pengesat, ata kur nuk më rejnë dhe të cërë. A kush më rejnë dhe të cërë? A i cili beson se gjdo penges e kalon. E i dhe një, a i dhe një dhe një. Qa ka po këj vogli? Këj energjin e ka shtu. A kjo është friku se i ka pa pengesat, i ka pa probleme. Kur folin ju jashtë, kur folin me ju jashtë, qka tregojnë? Që një penges, që edhe një tregojnë ka 10 penges. 10 penges, e keni kalu të parë për ati qka hispik, se e punë, se kush nuk folë për parësit jashtë. Për një për mangësit. A kena pas në tem bisedës, qka të më thonë përgojimi, me tregu me gisht, dhe dikuj, kemi diskutu për përgojimi. Ta që diskutojmë. Qka të më thonë ankesa? Ska herë më të madh për njeriu se ankesa e përgojimit. Ankesa dhe përgojimi janë motere vlla. Ankesa varon me A, përgojimi me I. Përgojimi është moshkulli, ankesa është femër. Zakonisht fillon me ankesën. Njeriu që ankohet, shifni, mos me ndoni, unë po flas, ama i këmë thonë, dallimi mes jush edhe meja është shumë i vogël. Nuk është se unë nuk më shon nga njerë mendja me anku, po unë e kapi e zo ankesën të vetë, e thot, ish. Qa është me nësi me kap, s'po tha me qenë i dalë, mësë mu anku. Ju vetë vetës janë kohë. Vetë vetën e përgojërën, nëse. I thot, e keni pa, ta është dikush teshe i thot plas vetë vetës. A keni dëgjuat e? Do thëmë, qështu është? Etash, një që ankohet, ajo që ankohet, mbrapa vit, qka thot? Qka thot? Nuk jam unë problemi është për jashtë. Në mos unë jem njëri shumë i aftë. Shumë jem punëtor. Shumë jam i bukur. Ama që s'po bëjnë tjertë, edhe unë s'jam i sukses. Nuk unë jetë. Ankesa që, për shkak se nuk ankohet kërkush prej vetë vetës. Ankohet prej subjektit jashtë. Merë një problemin shoqëror, social, politik, merë një financiar, merë një shpirtnor. Do të thotë, mi thonë juve dikush, se s'po e dini gramatikën këtë në. Po që ashtu s'po e njef gramus, nuk e ki këtë njëri, se dinti, të thotë dikush, direkt. E ti ma dhe shkon të edhe, thotë, qysh kam thakë? Ankosh, se të ka thonë dikush për një të vërtet që e ki.
ankesa, vazhdimisht ankesa, për shkak se s'po muj. Tash pra mendoni mu pas anku Viktor Frankl, aty në kampin e përqendrimit, me u pas anku. Kishin edhe ai nisoj sigur këta tjerë. Ai s'është anku ka vendos qendrim krejtësisht tjetër. Etash. Pse përgojimi është vllai i ankesës? Për shkak se unë momenti kur ankohem, unë edhe përgojoj. Shkaku se unë s'jam i suksesshëm është ky fenomen, kjo arsye, ky biznes, edhe i tregoj më të zezat e asojone, edhe ma e mbaron me ankesë. Nëse fillon me ankesë, përfundon me përgojim, ose fillon me përgojim, përfundon me ankesë. Në momentin kur ne përgojim, edhe kur godasim zakonisht degën në cilin jemi ullë, antarën e familjes, shoqë, biznesi, punëdhonës, pa marrë parasysh, në atë moment, çka bëjmë ne, themi nëse jeta jonë, krejt ai sistem social i aktivitetit tonë, është një lulë, ose është një dru, që ne e rrisim. Në momenti kur ankohem edhe përgojmë, çka bëjmë? Në vend të ujitjes i hudhim zehre, i hudhim helm, i hudhim thartësim, paknatësim. Dhe cili o fryti? Pyetja ime racionale është, sikur që ka bërë pyetjen më mendja Viktor Frankl. Çka fitoj unë nëse ankohem të përgojoj? Njeriu duhet me qenë jashtëzakonisht jo racional, me qenë kundër vetvetes. Mos suksesin e vet, ose me ndërprej mundësinë e suksesit, me të e fute lullja të drurive paknatësi. A çka fiton? Pyetja e parë që duhet me bëj secili njeri, çka fitoj nëse unë ankohem? Çka fitoj nëse i tregoj vetëm mangësi? Mangësit aty ku kanë kuptim? A do një tregu? A keni bërë një analizë të hartimit me shkrim? Analizë. Pas një kujdestar të jashtëzakonshëm. Jules Shqip. Kur analizojmë tani shkrim, në një punim të shoqës, ai na ka mësuar si soi me bërë analizë. Diskutoni anë të mira. Themi dhe nëse është hartimi për një notë mesatar, themi për një 3 ose për një 4. Tregoni anë të mira, edhe në fjali futni. Kishte me qenë ideale, shumë më mirë, po mos t'i kishte. Atëherë jo, edhe i keni tregu për parësi, edhe i keni shprej mangësi, po për aspektit pozitiv. Lulës e keni fut ujë me ilaç, edhe keni mundësu fotosintezën apo si duhet. Për shkak se ju me vetdije e keni kuptu se unë ku kom statu, kom pa vetëm gjelbërt, si kom pa më të kuqet, ama të kuqet ka ndarë ndërkohë. Mos e pas qenë të kuqet, kishte me qenë hartimi për notën 5. Mi po kur gjë nuk është ideale. Se ekziston platformë botë që s'ka të kuqet, veç varet sa ka të kuqet. A ka pak, ma shumë ose është shumë të kuqet. Kompani me nam botnor kanë dështu për shkak se mendimi mesatar ka qenë shumë të kuqe. IBM ka dështu. IBM ka dështu një Nokia. Pse ka dështu? Se njerëz të mrenda kanë pru vendimet gabueshme. Gabimisht në shpreh. Me siguri ka pas ankesa, ka pas përgojime, ka pas bryla, shtyrje, nuk ka pas entuziazëm për me bërë luftë, për me vazhdu. Nuk e kanë pa vetën pjesë të suksesit, e kanë pa vetën pjesë të humbjes. Humba une, dështova, përmëdhënin luftë në pa me mendua është të lufta. A luftë është e humbë. është e humbën edhe pa fillu. Edhe këtë janë të tekë. Edhe me qëndru fizikisht,
ata mentalisht në vdekur. Ata që kanë shpëtu në kampin e përqendrimit, jashtë Viktor Frankl, e që nuk kanë pas mendim pozitiv, po kanë qenë pak më lartë se tjerë, ata kanë dalë me probleme për jetëmit. Ky s'ka dalë pse ky prej fillimit e ka shliru vetveten. A mundi me shliru vetveten? Dhe thona, diçka, po, rënd është, kushtet janë të rënda, kemi shumë probleme, ama unë nuk bi ndikimin e problemit, po unë jam pjesë e sistemit dhe në punoj të fund se del në të mirën time. Moti e kom thonë, ka pas prezentim në struk 2 ditor, kur jam shprej se personalisht tonë, kom e qenë më suksesshëm se ky, njerëz që kanë qenë në sistem. Ose kom thonë, në fund kompania kom e qenë ime, edhe njerëzit ka thonë, ky krejt ka dalë prej kontestit, ka dalë prej mendit, nuk është këtu, nuk është tamo. Etash. Nisoj pjesë e librit është, po do ta pastroj me shembuj përditshëm. Ka ja 15 minuta, keni dorë po. Viktor Frankl praktikisht e ka lshu lepurin përpara dhe ka vrapu mas lepurit. Ma lepurin e ka pas, domthon ai nuk ka dash me qenë statik. Kur e thuni mendim, se si që tha shumë, kompania një ditë do t'jetë e ime. Ajo është me vërtet trani. I thu vetvetes, e thua me dhe vetvetes si besoj. A më nërën tjetër thua, shka u pinë nësë unë e besoj. Ashtë del në trani, tjetër, jetë ashtë në trans. Edhe e kërëshu lepurin dhe vrapon. Themi, për mu, lëshimi lepurit është me dhonë premtim, edhe mandeni me që ke dhonë premtimin, të tash dush me mbajt. Ama kush e mbajt premtimin? Vetëm ai që është, që ka vlera të brendshme, që ka punu me vetveten, që ka pa vetveten, që ka bë çmos me hik mangësit që i ka. Ha? Edhe i ka dhënë vetvetes çka? Nxitje për aktivitet. Se nëse se thu ti s'ke marrë obligim, s'ke dhënë fjalë, s'ke dhënë pesë. A nëse ki thonë publikisht, njerëzit kapin për fjallë, ki pas thonë kështu ku jeti. E tash ti për me e qu, në vend, i ke gra punës. Edhe unë gjithmonë në jetë kom qenë kështu, që ashtu i kryume dhe si fëmi. E më dhe që në tjertë më së për shkak se për të përqeshin. Edhe ju e dini, në kam mësu komunizmin, mas pare kërce, mas e thuj, hop. Unë kom thonë hop, para se me kërcy. Edhe normalisht, nëse kom thonë hop para se me kërcy, nëse se kom bo, kretë në këpu të qesh. Kanë marrë për shaka, për hajgare, për jo njëri serios. E tash për me emri unë atë, pa marrë pas që sa ka qenë në ndeku, unë dash tash me këcy. Edhe vetë si kom thonë, ajo ka qenë diçka se kom kontrolu unë, se kom bone me vetije. Vazhdimisht e kom thonë para kohës, dhe këte unë ndëgjoj të Erik Vori në një prej seminarëve elite. Thot, bjeni vendimin, qoni sa ma lartë qëllimin, dhe tregoni krejt botës dhe mandej realizim. Grunë kom pas afer, ajo u këthy, përshkak se ka qenë kritiku im, të më mendu të mirën, më sfol para kohës. Kur s'ku mujt me bëri unë ato të zaqë, po i kom bëri 23%, po gjithmonë ka qenë shumë më të mëdha se tash, në shoqëri, në do me shqit mend, apo? Kretë në bomë patriota të mëdhaj. Shoqëri, jo, tregojmë, domethënë, na, ku flasim për vetveten, themi, atë ju që keni fëmijë, i tregoni fëmijëve, edhe unë, që baba ka qenë, ose po ka qenë, zonë se më i mirë i klasës, ka qenë mësuesi gjeneratës, Skënderbet. Skëndermen. Besa del shoku i babës. Ha? Besa të njoftohesh me shokun e babës. Po, tesa pasi se më, se kupton realitetin, për shkak se do të thotë mundun ti me qenë i shkëlqyeshëm që çfarë gabime më bën. Skëndermen. Spider-Man. Superman, Skëndermen. Do të thotë, ne kemi qatë priri. Normal dhe më dhune kom bëhet, pak
themi nëse kom lujt futboll, kom dhënë gol, themi. Për 15 metra, u dhënë për 25 metra. E kupton? Ka hi golli pa hiri, i kom shu se asë kur ditë ku po shëtej, ka hi topin gol, ku thonë, bashkë aty dash. Po di, ti gjithmonë ti vetvetes jep atributat janë gjetë, ama si e aq. Kjo është me shu lepurit, përpara ta shkak. E ke thonë të dush më bo, dashta jonat lami, po, me hek. Kjo ka qenë ndër metodat e mia për me. Edhe tash vini një ngjarje. Në një seminar që ndodhi në Sava Center në Beograd. Ka kjo, mos më kapni për fjalë, po ka kjo 2017. Po, 2017 me ka erën 7 ku ndal. Beograd më fol. Në Beograd ku fol 3 ku fol. Jo njerë në Zagreb, 2 në Beograd. Herë në parë ku kom dalë, kom bo një shaka tja zakonshme për me thy akullin, ama herë në dytë, ku fol për temë jashtëzakonisht delikate. 3500 njerëz. Ku fol në gjuhën serbe, që ashtu, kom ditë për para ma mirë, kom fillu me jarë, ama tema rreth iPhone-it, me 90% i rashën fije. Tash këtë që jam të regoj, për me kuptu se deri ku duj me sfidu vetë-vetën, për me qenë ai që ju doni me qenë, edhe nëse sjeni në atë moment, me punu për me mriti aty. Herën e parë, hajde, do ta kthej herën e parë mos ta banalizoj, herën e dytë dola dhe duke me prezentuar temës. Në punë për me qu mesazh, ju tregova, e kuptuan ata se jam shqiptar. E kisha qartë se aty tash ka mendime. Kishin ardhur për krejt viseve tjera, kishin ardhur kroatë, bosnjakë, për Maqedonisë, për gjitha. Edhe unë tash fola për institucionin e besës, si atribut shqiptar, realitet. Nuk ka bashkë atribut, mos e kemi vënu vetës, ato e kemi mangësi, e kemi vënu dhe tash duhet me ngajt ato, ka kurse si s'kemi mujt me. Po, se kundër të ndodhë, po nejse, ajo qëtër fenomen duhet me analizu me hekat keqe për vetës, po është vendose që nëse ti, s'ka nevoj Gjermani me nuk besh, e krymë punë. Pse nevoja ti me ta dhëmë besim, jep ma besim, po pse me ta dhëmë besim, po të thonë, jep ma besim, për se s'ka besim, tash duhet paketet ti me dhëmë edhe një institucion, edhe një temet për me krymë punë. Që është problema, është problem social, po ne smirim me problemet, me të këshijat ne pojmë vetëm kretë, s'ka dërbe, këtë dhe dërvesha. Edhe unë e fola për institucionin e besës e lidha me biznesin. Që kom zanat me lidha në këndit, që ka dhe më thonë vetës me edhe besën, me vendosë më shku të info. Edhe fola, që tu me folë, për shumë letë. Edhe në qajtore me folë, letë, në kafe, krejtë. Ama 3500 veta në Beograd, sërbisht, po, pak si maron, ato se ka bërë që më thashë, aj mas pak të mundë. Se mo për të tjetë në spuni. Për në mirë, sa është me mirë, me mirë i djetë në shokë. Edhe aty, mora aplauz, po aplauz ke, i mjaftushën, po, mi punë shka bona me atë. I dhash vetës, ato që isha folë në tavolina, ato që isha, po, në zonë si maj mirë, po, shka bona? Shka? Tash nëse duhet ti me folë me tregu, duhet që tu, jo aty ku është letë. Qaj më ka ma, qaj më ka po teqë, jo e fjallim, po qaj qëndrim, qaj mënyrët me nduhet. Edhe kjo teqe që jo këtu më duket kur gjo, s'është kur gjo kjo besoni tash ato vlera, po mundohë me ngritë sa më shumë, për shkak se janë shumë pak. Por me knaq vetën s'poku që ku ta kthej kokën me thënë me vërtet ja dole. Me qeni knaqën, probleme kam tregu dhe Skenderit disa se vazhdimisht sa më shumë po mendoj se po mungon kokën.
Se leta është më folë, po duhesh me çka ndodhi, mbas asaj duhesh të më shku me një zyre bashkë me Vitanovën te një Macedone që punonte në Beograd, kishte atë zyrën e saj, për me futur në sistem. Edhe shkum, ajo, i thot tash, ky zoki, si të pëlqen ngjarja, tham pëlqej shumë, po ta çaj që foli për besën nisëm pëlqej. Asa se di ke se unë jam çaj. Ai tash unë në skenë më duk ndryshe, po jo afër ndryshe, zakonisht është ashtu, skena ndryshe. Po, ky i thot, po çaj është këtu e uli kokë. Tash po unë kom folë që ato për çiftin tënd, pash për ty. Po, pash për ty. Se ata kanë dëgju veç roka mandolinën të shqiptarët. Shkak se në Flira si kemi qitë. Unë kom thonë, unë do t'a bëj. Dikush ka mujtë me thonë, abe ky hajvar krejt. Po. Ama e kom do. Pse për jo them që te? Se cili du të me matë vetë vetën, çfarë peshe specifike ka, edhe ku duhet me dhonë maksimumin. Do shta unë s'jom për lukë, do shta iki se di se s'm ka ndodhë asë njerë. Situata. Apo, nuk e di, se një vetë vetën derisa nuk ballafaqohet me problemi. Ama dhe që aty e kom qu. E keni qarë. E tash, edhe një shembull që e njifni që e dini krejt, edhe do t'i japim përfundim, njëre për gjithmonë. Luftoni jashtë mendimin negativ për familjen e juj, se kjo familja juj, gjithmonë familjen biologjike që e keni, është një, familja dytë është familja ku ne punojmë për ditë, jemi aktiv. Pa marrë përshë çfarë biznesi bërë, punësum t'i keni familje, me njerë janë njerëz të dytë me radhë, ma shumë se sa farefisi i keni afër. Edhe ata ju kanë afër. Kjo është gjithmonë kështu. Nëse kështu si shihni punë, atëherë bëni dëm. Ankesa. Nëse unë punoj të një biznes, e godas zotin e biznesit, e godas biznesin, e xhelozoj për parimin e biznesit. Edhe me qenë qashtu, themi se ka diskriminim. Nuk e çon përpara asnjë njeri. Përkundrazi, nëse ki qëndrim pozitiv, vjen një moment shumë shpejt ku ndron statusi, për shkak se varësisht prej mendjes, ndron edhe statusi i punës e gjithçka tjetër. Shembulli i Musarit, Hazreti Musës, Mojsiut. A i dini? Keni pa në filma krej. Çka nuk ka bo ai njeri për me i dërgu atë themi pjesë popullit që ka ikë prej faraonit, ka qenë kryesisht qifut, çka s'ka bo? Edhe simbas asaj që është përcjellë përmes librave të shenjtë, ju ka shpëtu jetën, deri dhe detin në mes e ka nda. Krejt ka bo për me i dërgu të toka e preptumë. Krejt ka bo. Çka s'ka bo? Rrugës. A ka pas probleme? Shumë. Ky i ka udhëheq me i shpëtu, rrugës ata kanë përgoju. Kanë përgoju. Janë anku, shpirtin a doli, shumë nxehtë, shumë ftoft. Po, që mbasi kemi faraonin, se ka ndru me njëri ka përzon, ma ndi ka thonë ati shka. Ti e kim krejtë. Në çdo hap, kanë pas dyshime ku për na udhëheq ky. A është me të vërtet toka e premtuar? Ky për më dëshmu çka ka bë? Çka nuk ka bë? Ne ka punë me Zotin. Çka s'ka bo, në fund, çka s'ka bo? Dëshmi plot. Edhe ata kur kanë po dëshmin, kretën entuziazm. Mas 24 orëve, prap, nisoj. Kjo si ai syni stravik, keni po, dikush me energji, që qënë majtas shkojnë syt. Po, tash ti drejton dikush me energji, si të largohet ai që ka energji, me njerë syt prap,
Shtremë si shërë. Shërë, e keni pata. Nuk mund më shëru kuraj. Se mendje nuk e ka fut kulturë. Dëshminë e tjetë, do mënë, vjen puna e ndonë në dysh detin, kalojnë, shpëtojnë për faraonit, deti i merë komplet ushtrinë e faraonit, dhe ka qenë mrekulli. Nësë mu i me po, shansa s'ke me po të që ka po azet i musë. Shansa, se në mu i me folë që shtu, me teoretizu, me thonë shembuj, mu lëvdru e tjere, po s'mu i me po atë punë. E kanë kalu, kanë dalë në tjetër, a është dëshmi, po mas 28 orëve, si kanë besu. Edhe në fund kjo, tash, shkon të kriju, shkon të zotë, si vetëmi që ka mujtë me, jo me papa me folë. Shkon me marë rregullat e lojës. Kushtetutën shkon me marë. Udhëzimin për përdorim. Qysh me përdor njerëzit? Vetë-vetën. Përdorim vetë-vetën, më s'kemi udhëzim. Jo njësoj si kur me bleni një lavatrice mi përzi programet kretë. Ka shumë marrë udhëzimin edhe është vonu. Këta kanë fillu ka thonë shka. Ky na mashtroj. Ky ka shku tash tokën pra. Që kjo toka tash i marrim rregullat e jetës. Këta si kanë besu, se ekziston Zoti, ky ka shku me folë me dikën, tash kanë fillu me adhuru biçin. Edhe kanë kriju një fantazm tjetër, me adhuru viçin, realitet, me adhuru djallin. Cila është, atyre është mirë dhe keqa, për që ata nuk kanë tokë, kjo është e vërtet, s'ka tokë. Shqipë bëjnë lufta, s'ka, dhe të mënë, shqipë në kretë botën, askum nuk janë vendin e vetë, kur gjo nuk bëjnë për shkak qasajnë, jo se janë të aftë, jo se nuk janë mirë po, në fund, zekri, dyshimi. Kjo ka qëllim, i ka lanë sot me qenë jo të pranueshëm për normën, për vlerën. Po flas për individ, po flas për mindsetin e përgjithshëm për mesatarën e individit. Atëherë kanë mjellë këta. Etash, atë që sot ju e mjellë, nuk e shihni të keqen me njerë, marrin mend, po mas 40 vjetë, a dikush pysh, 100% ka, po marrin mend çka. Unë kom bë analiza, nuk kam 63 vjetë, plotë. Kom bë analiza vetë, atë unë që e kom mjellë, për të mirë ose për të keq, e kom korë mas 30-40 vjetë. S'ka ndodhë me njerë, ti mundi me thuju normën. Mundi me thuju normën sociale, ama norma për natyrës, rregulla, ndëshkimi, ose vlerësimi, dhurata, vjen prej krijuesit. A e keni qartë? Prandaj shumë me rëndësi çdo mendim jo sot që më jam. Për shkak se ja shohin shirin, edhe ja ka pa shirin djali, vajza, nipi, stërmbesa, mbesa. Që kjo është mbjell jo mirë. Çka fitoni nëse mbjellni zekër? Tregoni çka fitoni. Kur gjobës fitoni? Unë zakonisht do të njerëzit do ma besojnë Zot, po pak 50% po 50% ose not jo. Po mirë, çka humb nëse beson? Vish ma tregon cila është humbi. Nuk janë njerëzit racional. Çka e kanë betë ne? 2%. Definitivisht na dina se janë 98. Ama tash vdesin 2%, vdesin në 98. Apet barazimin vetë që 2,98. Dikush del për 98 del të 2, ama dikush për 2 del 98, apet me 98 me 2. Vazhdimisht bëhen në mend, a jeni të 2, a jeni të 98. Detyra jonë është me ndryshu qatë sa kemi mundësi me përcjell për shkak se është mëkat nëse se përcjellim. A me atë, ju e mjellni fitoren ndoshta jo këtu. Këtu nisni, ama prapa toka pjellore. Mbi në një platformë tjetër, në diçka krejtësisht tjetër, ku më tregu shembujt njerëzit ka vënë maksimumi me një zanat, ka shkuj ka vënë milionat për zanatin tjetër, ama ndërtimin, mbjelljen e kanë vënë zanatin e
vjetër. Prandaj është racionale. Nuk po them se nuk do të dështon, nuk po them se nuk ka dorësi. Kurse po them, kreto është ashtu që mendon edhe ona e djallit. Po djalli ta mbështjell, nuk ta tregon këtë. Ti jep mundësi. Ta mbështjell zekrin me ëmbëlsinë, tesa ta shtin bark. Kur ta shtin bark, nëse në zek, ti më i helmu. A ilaçi cili është? Ilaçi i jeshit, i është. Se duhet me bo punën. I edhe në goja, ma këty më rrëta, është shërus. Se s'ku pa unë ilaç të ongër. Si kjo është? Kjo me rëndësi për ju. Etash. Kemi mundësi, projekti i vetëm, të si mas meje, do të ketë bumë dhe jetë gjatë, pa ma për asysh, a ka më ndodhë mrenda lajkonetit, a jashtë lajkonetit. Se unë nuk e kom diapazonën e ngushtë mo, fish lajkonetit. Si ide është madhështore, dhe lajkonetit e majoldi, a e media është edhe maj madhë. Si ide. Nesën do të kalon në aplikacion, s'po di, nesën u me ditë në çfarë do të përkëve. Vetëm e di një punë, se në jarë të jam i reshtume dhe punoj me bot timën, me qatë që unë e kam ndorë, me aftësit mija, me mundësit e mija. Edhe besoj fort në te, se vetë projekti, se është koncis, është tamam dihet për shka po përre. Do të akthene në mënyrën e vetë pozitivisht, ama jo sot. E do më shpejt, e kuptoj unë. Shpejt vetëm tezat e pazarit. Përsa të kam jetë ata në tezat. Unë i shok, gjithmonë kur shkoj, thëmë, ju zgjas dorën, faleminderit që keni ardhur se ma bini ushqimin të dera. Sa të për me puta që deri atë është mundi, që edhe familje për me zënë është mundi, kreti. Ha? Për me ta mundësu. Ama, nëse dënë ti, me blenë mëngjes, me shitën mbrëmë, dhe me nëmru parat kur shkon në shtëpi, me të marrë gjumit të nëmru parat, ajo e bën vetëm tezga. Blej, shit, sot për sot. Nëse do një sukses, më të madh, atë e bën vjetë. Tezgat, produktet, dikush që punon, me punu për vetë vetëm, mirë po ju me organizu qësisoj që edhe ata me përfitu dhe ju, ama në fund me marë më të mirë. A nëse i përmisojmë atributet tonë, që kanë bëjnë me karakterin, me boshtin kurizor, me sistemin e të menduarit, nuk mund të mungusi suksesi. Ama për këtë duhet një abok një zmetin e punë. Unë e di se nuk është letë. Për një temë që duhet këtu me diskutu, duhet më përgatit. Dikush ka më thonë si shka për të vëjnë ty, di kisë plot tema, po që ashtu është. Ama standartin, po mundona me ngritë ma nartë, për me dhonë maksimumin. A kemi qartë. Nuk është letë dhe një temi përgatit. Unë e di. Ama të regom një çka ndodh nëse nuk e përgatis, ose çka ndodh nëse stagnoj, nëse nuk bëj kurrë. S'ka përparë. Kjo është me rëndësi. Shprehit që janë kriju me vite, me dekada, rënd hiqë. Shumë rënd. Me një prezentim, me një lexim, që nuk hiqën. Ama nëse jemi të vetëdijshëm, pak nga pak, e zonë vetë vetën në gabim. E zonë vetë vetën në gabim edhe gradualisht filloj me hekë edhe i luftoj. Ulluni bisedoni me njerëz, me strukturat e juja, dhe të në shive. Unë po mundona me tikmu, po mundona me kriju, me po sistemi të sukseshëm, projektin të sukseshëm, ti po forma shpinë e kundër. Tamam po e ndërtoj kullën e Rozafës, ditën, po ma shem, natën. Të lutëm, shkaj të fitu piksajnë? A e të fitu di shkaj jo? Ama jo keni thonë kërë! Ape, krejtë është regull, ama të regom të shka fiton nëse je negativ. A mundesh s'poku një kafe me pi te një trektar që është i sistemit dhe me qenë loyal? A mundesh me pas vizion se sistemi do t'jetë në fund i suksesshëm? Më tregoni Amaron ka qenë me kapitulu nacizmi, në atë kohë kur ka qenë Viktor Frankl në kampet e përqendrimit për kokën e njerëzit atëherë, apo me hecë Viktor Frankl. Shumë vërtet.
Cila ka qenë? Në dihet se ka qenë me ra ankrasim me sfidat ne që i kemi të punës. Kur e krahasoj me sfidat që i kanë kalu njerëzit, po ne kemi qumsh me mjaft. A nëse dikush mendon se shumë lehtë shkon, atëherë është çështja e personit, çështja ime që ku mendoj se kur bëhet karriera 4, krejt ka më qenë, edhe çka bëna, shkolla banes të madhe në vend, në vend më të shtrejta, në Shkup, hyna në kredit të llogarit se karriera 4 u krymo. Ma ndej shka, e ktheva pengesën e parë, dule dyta, hajde dytën, hajde tretën, tash kanë metë dhe 4-5. Edhe, a ka dalë mirë? Ka dalë mirë. Për kur gjë tjetër, s'paku ka dalë mirë se qatë eksperiencë për cilë dhe ju e ndëgjoni edhe ndoshta nxerrni diçka pozitive. Po ju lutna, mos bëni punë që janë iracionale që ju nuk fitoni kur gjë, veç humbi. Mos bëni ankesa për gojime, për kundrazi duhemi luftu për shkak se nesër 100% sistemi do të jetë i suksesshëm. Edhe mos me qenë në kësi forme, do të transformohet, do të jetë i suksesshëm. Ata që përgojojnë edhe ankohen, edhe janë negativ, s'kan me fitu kur gjo, ama bash kur gjo. Ata nuk po e shohin se ajo është rezultati i mendjeve të tyre. E jona është më të regu, shive, mëse bën këtë punë se kjo ka me qenë suksesshëm, edhe ti do të kesh një farë suksesi, po që se spaku nuk ban dëm. Edhe kjo vjen për gjithë shka, e vjen për këtu. Ne i dëmtojmë antarët e familjes me ata që ankohemi edhe ose i përgojojmë. E dëmtojmë gjenin tonë. Edhe në politikë, për shqipë. Domthon, krejt çka po ndodh, ne vetvete dëmtojmë kopshtin tonë, tokën, bashkën tonë. E helmojmë trollin për cilit presim nesër me na dhon fryte. Nuk ka fryte nëse helmojmë. E kundërta është. Mendimi mesatar i një kombit, niveli i vetdijes një kombit e përcakton suksesin e atij kombit. Kjo vlen domethënë edhe për shoqëri që ne quajmë sot kombe apo shtete. Mesatarja e të menduarit rreth punës të gjermanët e krijon ekonominë e Gjermanisë. Mesatarja e të mendimit të punës, të aktivitetit në Shqipëri e cakton me përfitu pi lulës, mos me çmu detin. Ajo është mentalitet që krijohet. Ajo për mu pastru duhet shumë kohë. Ne po dikush e ka mjell 45 ku kanë ardhur ku kanë ardhur partizanët me mendjen e revolucionit. Që kjo është ajo që është shumë e rëndësi ju më kuptu. Nëse këta keni parasysh, vazhdimisht do të mendoni ndryshe, në tavolina ndete, nuk e merrni kallëp mendimin e palës tjetër. Gjithmonë ta dini, atë që e shihni, atë që e dëgjoni, nuk është ajo. Gjithmonë ka diçka mbrapa saj, njësoj sikur me një skenë teatrale. Skena teatrale është teatri, mbrapa skenës ka diçka tjetër, në realitet ka ushtrime shumë që më qenë themi shfaqja sa ma dramatike që mi besu tamam. Kjo është jeta. Pra pavia e gjithë shkafit është kur ju jeni në vijën e vlerave universale për cilat vazhdimisht po flasim. Përmes shembujve, përmes autorëve, përmes formave të ndryshme. Çdo biznes, çdo aktivitet mandej ktheheni në ari. S'ka diskutim se ç'është. Unë jam vërtetu kom strukturë të madhe, kur mi tregoj njerëzit ngjarjet e tyre, tregimet e tyre, me njerë e kanë pa vetë dallimin në momentin kur kanë fillu pak ma ndryshe mendu, ligjërimin e kanë pas tjetër, qëndrimin tjetër dhe njerë që i kanë njoh e kanë pa ndryshimin edhe ndryshe janë sjell pastaj me ju, me familjet e ju. Njësoj edhe unë e kom përjetu, ndryshe tash njerëzit ndrejtohen, ndryshe ndrejtu atëherë
Kur kom qenë, kur s'kom qenë, ky që jam sot. A ka punë për më krye ato? Për më vonë ka shumë. Thash, dallimi është 1 mm. S'është më shumë. Mes meje dhe juve që ndëgjoni për shkak se çdo njeri ka vlerën e vet. Është fatkeqësi mos me kultivu vlerën e vet, edhe mos me qenë në sinkron, në sinergji, në bashkëpunim për një çështje ose për shumë çështje që janë shumë pozitive. Me këtë do përfundoj. Sa më e madhe që është sfida, suksesi është më i madh. Nëse te kaloni sfidën e madhe, suksesin e keni të madh. Këta ata njerëz që i kanë te kalu sfidat e mëdha, sot janë të suksesshëm. Ata nuk flasin ndoshta për sfidën, nuk flasin për momentet e rënda, po, mirë po rënja, kur ata e kanë njëllë, ka qenë shumë rëndë. Ne tash vetëm e shohim manifestimin, po prapa asaj ka net ditë, pagjumë, depresionet e ndryshme, mundimet e ndryshme, edhe sot ata, njerëz që janë suksesshëm, ne kemi inspirim, qysh kanë arritjet e suksesit. Kjo është rruga, s'ka tjetër, besoni nuk ka rrugë tjetër. Person të ka që të nërëj për